Ka qenë një vit me shumë dinamikash, ngjarjesh interesante, të cilat përveç se kanë qenë sfiduese, ka pas epizode shumë të kënaqshme të jetës, veçanërisht me familjen. Jam bërë baba. Qendra Globit, momentalisht. Ta kesh një vajzë, ose ti jesh baba i një vajze, ti jemi prindër të një vajze, është dhurata më e çmuar, është mrekulli në vete. Dhe imagjinoni një psikolog ta deklaroj, ta thotë këtë si njeri, jo vetëm si psikolog, si një baba i një vajze, dua e çmoj dhe tani gjithë jetën time po ja shërbej asaj. Përshëndetje. Unë di që ndjek, ishi ndjek si janë histori tjetër. Po sigurisht ju ndjek dhe i pëlqej shumë intervistat të cilat i realizoni me qytetarë të ndryshëm që i shprehin mendimet, opinionet dhe qëndrimet e tyre. Më pëlqen kur kem njerëz që më vlerësojnë, si ju, si puna juaj. Po puna e përkushtuar me gjithë pasion vlerësohet patjetër. Cila ka qenë historia e këtij fundviti që përmbyllëm, diçka që të ka ndodhur interesante? Ka qenë një vit me shumë dinamikash, ngjarjesh interesante, të cilat përveç se kanë qenë sfiduese, ka pas epizode shumë të kënaqshme të jetës, veçanërisht me familjen. Jam bërë baba. Je bërë baba, tani ta kesh me jetë gjatë. Faleminderit. Baba i një vajze, 6 muajshe. Ta kesh me jetë gjatë, pa lumturi. Ka qenë një ndjenjë fantastike dhe vazhdon të jetë një ndjenjë super fantastike, sepse ti je baba i një vajze dhe ti ofrosh ngrohtësinë, atashimin maksimal për bën një kënaqësi të papërshkruar. Edhe këtë po e bëj. Veçanërisht sa herë që ndroj qytetet, udhtoj në një vend, në qytet tjetër për punët e mia, angazhimin tim, sepse unë jam edhe psikolog me profesion. E shoh ndjej mungesën vazhdimisht, mungesën e vajzës. Këtë kemi diskutuar për atë ditësh edhe me gruan. I thash gruas çfarë po ndodh me ne. Ti në anën tjetër nuk qëndron dot 2 orë kur ikën diku tek familja ose ja lë vajzën nënës ose vjerës nënës time. Çfarë po ndodh? Më tha, do nga dashuria e madhe që kemi për vajzën. Kjo e bën kënaqësinë edhe më interesante, por njëkohësisht edhe shkakton, sikur të bashkëshortit edhe te unë, një ndjenjë, një dozë ankthi, nga fakti se duhet të kujdesim më shumë, ndoshta nuk i ofrojmë kujdesin maksimal, e kupton? Sa më shumë që kujdesesh për fëmijët, aq më shumë ndihesh sikur nuk i ofron maksimumin që e meriton. Në fakt kjo është ajo që karakterizon ndjenjën e qenurit baba për herë të parë, edhe patjetër që pas sa viteve të vajza një? Po menjëherë pas vitit të parë, fundit të parë të martesës, do të thotë pas një viti, pas martesës u bëra baba. Atë vëmendjen, po më duket që pashortja se pas ka vajzë, apo më duket. Jo, vetëm vëmendjen, po për ne është qendra Globit, momentalisht. Ta kesh një vajzë, ose ti jesh baba i një vajze, ti jemi prindër të një vajze, është dhurata më e çmuar, është mrekulli në vete nga krijuesi fuqiplot. Dhe këtë nuk e them vetëm për ju, për mediat, për të shikuesit që na ndjekin, po është edhe një mesazh i sinqert. Të jesh baba edhe një çuni, një djali, është një ndjenjë sigurisht, edhe një ndjenjë e mrekullueshme, por për vajzën që ka një ndjenjë tjetër. Nuk e di pse. Dhe imagjinoni një psikolog ta deklaroj, ta thotë këtë, se jemi mësuar zakonisht psikologët ti relativizojnë gjërat, të qëndrojnë shumë stoik, të qëndrueshëm, vetëm të mos reflektojnë atë emocionin, ndoshta emocionin e ankthit, emocionin e mërzisë ose emocionin e kënaqësisë, por unë si njeri, jo vetëm si psikolog, si një baba i një vajze, dua e çmoj dhe tani gjithë jetën time po ja shërbej asaj. Dhe do vazhdoj ta bëj këtë deri në fund të jetës time, dhe tani e kanë kuptuar që ti jesh baba i një vajze, është t'i adhurosh jetën asaj dhe ta ndash universin tënd me të. Po e shohim që je shumë emocionuar. Sigurisht. Sa do na fë emocionuar. Po, faleminderit ju. Ta ka përmbushur atë bushllëkun?
nuk kam pasur boshllëqe, shumë boshllëqe, secili njeri ka boshllëqe. Ne psikologët boshllëqet i trajtojmë në shumë perspektiva. Ne e shohim boshllëkun edhe ndonjëherë edhe si një krizë ekzistenciale, pra kur njeriu përballet me kriza të ndryshme të jetës ose i mungon dikush, e ndjen mungesën e një personi të caktuar që megjithëse ka humbur ose ka braktisur, atë përballet me boshllëqe, por përballet me boshllëqe edhe kur nuk ndihet i përmbushur në nevojat e tija apo nevojat e saj, kur nuk plotson atë dukshëm atë hierarkinë që i themi në hierarkinë e Maslow't, nevojat përkatëse shumë konkrete që janë të domosdoshme dhe derivati kryesor i jetës. Të qenurit baba, përveç që përmbush shumë boshllëqe, i dhuron kuptim ekzistencial jetës. Përveç që je në ekzistencë, bëhesh edhe esencë, si për veten edhe për të. Ti çfarë dëshoj në jetë, ardha e fëmijës, e vajzës? Sa të ka dhënë jetën? Ti e tha dhe vetën atë rrugë. Ata them një gjë sinqert, se te ju, tek rrëfimet e jetës, duhet të jemi jo vetëm të sinqert, por dhe të hapur, sikur se të jemi në një seancë psikologjike. Po. Është interesante fakti që tani teksa po rritet vajza, pse është në muajin e 6, unë po e shoh fëmirin time tek ajo. Fëmirin time, pra jo që po mbaj mend ose kam regjistruar kujtime nga ajo periudhë, se është akoma erët, është foshnjë, por duket sikur ato që nuk kam arritur t'i shoh në fazën 6 muajshe, unë për fëmirin time, për foshnjën time, po i shoh te vajza. Dhe jam i bindur se ashtu ka qenë. Gjatë gjithë kohës, siç po i kalon këto epizode, këto periudha, këto momente vajza, 6 muajshe, njëkohësisht edhe unë po e kuptoj se si kam kaluar në ato sfida, në ato faza zhvillimore. Pra kjo do thot, krijuesi na jep mundësinë që përveç se të kemi fëmijë, ta shohim tek fëmijët tanë si kemi qenë kur kemi qenë foshnjë, sepse nuk i kemi mbajtur mend gjithë ato epizoda, gjithë ato kujtime, gjithë ato momente. E kështu që përmes fëmijëve tanë, gjatë fazave të foshnjërisë, ne e kuptojmë çfarë fëmijërie, çfarë faze kemi kaluar dhe kjo përbën atë kuptimin ekzistencial në këtë fazë shumë të rëndësishme të jetës. Po çfarë fjala çka kishte dashur vajza jote të trashëgojnë nga prindi? Ta marrën nga ti pak. Ne rolet, profesionet tona nuk do t'ja u imponojnë fëmijëve tanë. Vullneti është i lirë, zakonisht në fazat e adoleshencës të rinjët fillojnë të krijojnë një perspektivë për jetën, edhe pse ne e konsiderojmë fazën e adoleshencës faza e dheur e adoleshentëve që akoma janë në kërkim të identitetit, autonomisë, por që unë do ta inkurajoja në qoftë se do dhe e ushqen këtë dëshirë, sigurisht në bashkëpunim me bashkëshortën time, rolin e një psikologe, po psikologe akoma të mirë se unë. Me qasje shumë të thellë, me qasje analitike, ndoshta një psikologe që i takon një platforme të inteligjencës artificiale, se tani çdo gjë po evolon apo jo. Edhe unë mendoj që platforma inteligjencë artificiale, gjitha profesionat tona nuk do t'i zhduk, por do t'i evoloj edhe për brezat e ri, edhe për fëmijët tanë, kështu që le të harojnë njerëzit, le ta zhdukin këtë frikë se profesionet po zhduken, jo, inteligjenca artificiale do t'i mundsoj profesioneve të evolojnë, të bashkuar, duke aplikuar metodat më të avancuar që ekzistojnë. Unë mendoj që vajza ime ndërsa do të bëhet një psikologe e të ardhmës brenda një platforme mega interesante e inteligjencës artificiale. Kjo është shumë e rëndësishme. Shpresoj që të bëhem krenar dhe ne si njerëz për ta. Faleminderit shumë që bëre pjesë faqes më të madhe në vend, histori të jetës. Jo vetëm faqes më të madhe në vend, po përveç që e keni titull interesant rrëfim jete, rrëfimi i ngjarjeve ndryshme të jetës, kjo i ndihmon qytetarëve që edhe në këmbë, në mjedis të hapura, ta zhvillojnë një seancë psikologjike relaksuese me ju. Faleminderit shumë, grazie, privilegj shumë të kem njerëz si ju. Respekt dhe punë të mbarë. Faleminderit. Fund vit të mirë, derisa 2026 vazhdo të kesh edhe shumë suksese dhe shumë gjëra të mira në jetë. Jam i bindur për një gjë, se tani ndoshta teleshikuesit tuaj do të më paragjykojnë, por unë them edhe një gjë. Viti 2026, intuitivisht të them këtë, e ndjen nga intuita, që do të jetë një prej viteve më të mrekullueshme, e të fryqshme, produktive në Kosovë për ne njerëzit. Nuk e them duke u bazuar në zhvillimet politike ose në zgjedhjet që po vinë, mos më keq kuptoni, por sikur e kam një ndjenjë se në vitin 2026 Kosova do shndrohet ekonomikisht sikur Zvicra. Këtë kam një. Faleminderit shumë. Grazie shumë. Respekt, faleminderit.